A u lodha o, Bob? Ja, nuk u lodha. Po më lodha. Edhe atia jote. Vëllave jote përpret fëmijën e dytë. E ti, asera s'pi vjen. Mërë bjerë. Po s'gellë shumë. Se kërë më konë djali mbretit. Pa e nashta djali mbretit nuk jam, po ty kejt agë për të thirin. A unë e djali agës, do të me zgellë pak, i kohije. Ama, po më dukët, ftira jote po më kalzon dishka. Po më dukët se, pi verë në era nuse. Allah, nuk thuj në agë pa hidi ty. Agë, me njëherë jo bjenë fije punëve. Po më dukët, po do isha mi në gëzu. Po më dukët se pas ke do menën. Po, Bob më shëtiti shumë na për muhabete, edhe une e kom do menën. Harvikov, po, shka u bu ashtu për njerë. Pa e Bob, pa më jaran tash me full, po e kom begenis qikën e ati mësusit, ati tjetrit katon. Janë pak largë, po masi miqasia e mirë, janë njerës të mirë, ajo mësus, ti ogë, edhe qika po më pëlqen. E po, a e ki menu babës, a mujtët menu për shtatë neve, se a i mësus, qera tradita, qera zakone, duesh me mendu mirë. E po, ma le mu e këtë punë. Edhe unë e heci, edhe e menoj, a i ka zakonët tona, traditët, a është për shpijen tonë. Ata e vendosin babës. O Bob, te di që unë djali ogës jam, nuk gaboj edhe kalaj. Ani babës, ani. Herë mrena te e drejtoj unë e këtë punë. Ani Bob, ani. Të nga qeta u tremë. Të nga tjetja? Si e mirë. Mirë, familjerit, jo si jeni? Po mirë. Sa duket kjo shpia e mësusit. Edhe të theshe po më kalzojnë se e djali mësusit. Po, djali mësusit jam une ma ban halal se unë jam i ri e nuk më të njo. Une jam për një katunit. Po, a? Po. E shpijen ma kalzu që është kjo shpia e mësusit. Qashtu, mirë të kanë kalzu. Po, unë erdha me taku e babën tanë. Mirë se të ka pru zoti e hajde shkojna bojna muhabet. Ku për din se kam ardhë për të mirë. Po edhe traditat po i dishe mirë. Baba në kam su do rejnet shkollës, po na hala traditat nuk i harrojmë. E ti për të mirë i ardhë, se i ardhë bashkë në vakt drejkës. Baba veç sa tha shtron e drejkën, e në sofrën tonë veç dashamir të vinë. E bujrën hajde mrejna. Bujrën. Mirë se erdha, Mik. Mirë se ju gjitha. E për të mirë ju ardhësha për jetë. Mik, mos je për bukë, se onë veç sa e kryta. Jo. Kronisa këndej pinkaton e hangra drekën, po nëse mujtët një kafe. Mirë. Do shta nuk është zakon me vetë mikun pse ja ardhë,
Po më duket se pak si me ngute pas e marrë këtë punë. Me të kallëzu prej nga veje kush jam. E ma ndej të kallëzoj çfarë mire më ka prun këto. Po, për të mirë jam ardhë. Jam një 3 katune ma largë. Po në fush jena dhe na. Na miremi me bujqësi. Atje në katun më thiri nagë. Jo. Po, ka met prej vakti Turkijës. Po, kur gjo s'ka mune me aga lëkën. Na miremi me punë shtëpijës, me fush, me arab, me kafsh. Ka njëherë bo mi dalë edhe në pazar. Mirë. Vjen mirë. Sa herë që të një për dikan, shtu fjallën vjen mirë. Unë e mësos jam, edhe mësos ka më kanë. Na, bjere që, me to kemi marë. Po është gjerë zotit shti, edhe djali më ka rrit, e më ka ban kra, e po më një manë. S'ka nëshme shumë larkë, pe atë shmi haldin njëni tjetërit. Ti bim shkurt. Unë e di se kjo punë do mësitni, bura. Po unë u mendova, thash, ky njeri ashtë mësos, merë vesh. Ma mirë të folmi si me si. Shumë mirë keva. Shumë mirë. Gjithmonë thuj diçka prej mendjen e zemrës se sa një kesh nuk del. Unë e kam një gjallë vërsnik me që kanë thane. Ku jam pa, qish jam pa, unë nuk e di, veç gjallim tha, bab me shku mësit, unë qatë qik e kam begjinis shumë. Ma ban halal, se babës për qik mi thonë, nuk kanë shkollaj. E mendova, edhe thash ma mirë me folë 400. Mirë ke ba, mirë. Kohënat kanë ndryshu. Nuk është pa tjetër me marë mësit një, pleshnare, që janë ato zakonat. Na, të dytë jemi prind. Si une, si ti, ja dojmë të mirë në fëmijëve tonë. Qashtu ashtë. Po, kam hecë 3 katune vesh për të mirën e gjallit. Me sop, kjo ka që ka jote. Po, Kër e pash se kjo qik me qash zjell po të ban izmet, thash në men djali jam pas ka di shka me zgjedh. faleminderit shumë që më kene ru, e më ki respektu, e i ki hes 3 katune e ki ardhë deri këtu. Po, une, da ta foli këtë muhabet me qikën, ta foli edhe me shpis, e besoj nuk e zgat me shumë, ta qoj një farë haberi. Nja fizën, se unë duhet bëjegi largë me shku se janë ban shpijës me rak. Ti mu ma qonë të një haber, për nëse duhet edhe të një mësita, bura, qishtë mirë mi vesh qështu. Jo, s'ka nevoj. Me burra, me vllaznije, qatë kyshe familje, deron qele keni, gjithmonë. Po, thashone, ta shqellojmë na këtë muhabet, me të shpis e me qikën, edhe ta qojmë haber, nuk e vanojmë shë. Hajde, izon e paqë. Me po, faleminderit. Oh. Oh. Faleminderit, djalë. Unë jam shumë i knaqën. E parë se po i respektoni zakonat, traditat.
Ama ti, go më shkë më thamë, derën të une e kije për herë qelë. Njoftohesh me djalin tem, ta shif se çfarë miqësie po bojmë. Edhe ta shif shtëpinë, a jemi rahat, a jo, që shikimi i hallët, i darën, lirisht mu të shmarët kur dush. E une kisha dash me pas një mik, një djalë bashkë sikur ti. Veç le të jep izën baba, se pa izën e ti sen nuk bohët. Mësus, po edhe ai ka dorene. E falenderit prej teje, e veç për hajër u pafshim. Inshallah për të mirë. Amin. Mirë meq, mirë u pafshim, edhe për asë një zonë, sa më frikë. Nuk vanojmë shumë se baba nuk ka qef mi zgat punt. Inshallah shifmi veç për hajër e rruga e martë koft. Haj për të mirë. Për të mirë. Bi, a banëm kalzu dishka? Ky zotnia që ke, kare me baba. Nosha dhe kinia që mas dhere që ka folë. A i ma përmeni dishka djalin e vetë. E ardë këto për një farë mësitnije, me të lyptije. E njefti djalin e vetë? A din dishka me më thonë për këtë djallë? Bab, sen s'kom bo palen tane, e as me të korit diqka. Më ka qu fjallë për mes shoqeve të katunit, po unë s'jam taku me ta. Kam full fjallë të mira, po ma shumë nuk di. Prap të qysht vendasër. Bi, ti e di shumë mirë se nuk vendosi pa pëlqimin tanë. Na nuk jemi të në heret. Të kam thonë gjithmonë lirish mund është me forë me mu. E bjeri shkurt këtë muhabeti. Atë pëlqen, ajo. Po, bab, për që të jam kujdes për mos me të korit, e mos me të mërzit. Gjalli për më pëlqen, po ma shumë ti e den, bab, ti vendus. Pre anës tem, bab. Mirë me baba. E kuptova. Shko ti se e kryon këtë muhabet. Bura, mirë se keni ardhë. Mirë se jo gjëtë. Ti bim shkurt këti muhabet. Mune, kam vetë për juve. Kam vetë shoshnin, kam vetë edhe në përkatun e tjera, edhe djali jem kish vetë për juve, fjallë të keqe për juve s'kemi ni. Masi edhe qika është të razi, kam folë edhe me djalin, edhe me të shpis, e kemi vendos. Po erhar ju koftë. Herë paq. Po erhar ju koftë. Faleminderit. Faleminderit për respektin o mek. Po më duket se kemi harru do ke zakonët tona. Para se me ma bo për herë. E ka përcim një adet. Së më kalzove sa lip hakin e qikës. Faleminderit o mik që ma kujtove. Po une qikë për me shit nuk kam. E këto që po im përmend ti, janë zakonet vjetra. Ti lajmë këto adete. Ndërë për mua është qikës tem të shkon muhabeti, ju t'jeni mirë, e në të ma zbarë dhe ftyrën. Mësus, si duket, sheri edhe shkolla të paskandru me ndëm pak. Dhe në hinë tonë,
Nderi ka rëndësi shumë. Unë kam dhënë 4 qika. Për se në qik, I kam lip ka 100 grosh. Se qikat e mia, të 4, se cila prej tyne janë bon shpi. Ama o me këti pak më ranove. Ti, djali jam, edhe ki burë që ka arë me juve, çka menoni ju? Miku ka të drejt. Mendoj se duhet me li pakin e mi drejtu punët. Qashtu. Masi të vendoset këtë punë kështu, une këtë qik e kam shkollu. Deri në ditën e sotit, qa ka pas nevoj, nuk ka hek. Mendoj se qika jeme vlen 200 grosh. Tana ti pa të thërshen ak, edhe pse paguan ma shumë, del zani mirë edhe në katon, aga I ka dhon 200 grosh. Mas I ke vendosë që ashtu, mas me shti I fjallët, mas I po thue 200, në të botë, 200 grosh, për hajë ju koftë, 200 në të botë, për hajë. Hajde për hajde koftë. Hajde për aerokop. Për hajde koftë edhe Po që juve. faqen e barë, se kështë e bëjnë burra. Faleminderit. E pacish ma drëlloj mësusi, po mendon se ka shkollë dhe është ma I mençun se unë. Njëherë, zdoj ke hak, e thëni ma boni 2 fish më zonë ngusht me agallakrin. Po që këzvet ja ka bo, se unë e dyje edhe ndryshe, ka me njoftaj. Po si dijet, mos ta njës me të mrapsht, ku me ditë, se e ka rendin, nështë I duhet me bo gati qikën, unë djallit që ja prishi, për dhe me ja prish, vete ka zjedh, unë emnin e agës nuk e rëzoj para mësusit. Mirë. Neve në I banën për herë. Ama, tash ka mirë të na. Na duhet mu po hazër, mu pregadit, edhe me da vadën sa më shpejt. Hajli koftë bob, qyshtu shte që ashtu ja bujmë. E fulmi dhe këtë punë edhe bitismi. Darsmën e baj vetë. Na jemi hazër. E ato ne tha menojnë. Mas I lipën 200 grosh, ne tha mendojnë mirë, edhe unë e gallën s'muj me jo bajtë ma shumë. Po bob, mos të nëj keq kuptim nëj sen se zbesoj që janë asi njerëz ata. Ty shumë po më shetë menë muë, mas I më shtine mu mi qasu me mësus, unë e di sa ne I shka baj. Ja kalzoj unë e kanunin mësusit. Vesh ta dishti, kur të martohesh, ti, ki me nejt, të ke shpia vjetër. E vëllavi jëtë, ka me nejt bashk me neve, të shpia re. Ajo qika e mësusit, s'po meritoj kemi pas këtat mira prej meje. E ti shtrëngohu. E tu ti shtrëngohnu. E bani shpi. O bab, a mujna me fol dushka? Po, për me babën, po, pse ja. Edhe ashtu, edhe pak ka me pas nga te, bërëm të knashna me qikën teme.
A mos e kishe ranu diçka vjerin tem, se këgja I kish me I hatri. Edhe qka ish puna ati hakit, a më keshiti mua? Jo, qika jam. One as nuk t'kam shit, as nuk kam li pare pitina. Po aje nike vetën si një far age. E aje mu lavdru muë, se aje për qikët e veta, I ka lyp 100 grosh. E one I thash, masi ti për qikët e tua I ki lip 100, atëherë për qikën teme unë I lipi 200 grosh. Mirë ke bo bab, po I kish me I hatri. I shidhnu edhe me djallët vetë. I kish thonë që kur të martë une, kam ju lonë të shpia vjetër. E shpia vjetër vetë sa nuk urdzu. E aj me djallët vetë kish me dalë të shpia rej. Babas mos e mërzit ti. Ma lek këtë mund muë. Se nuk t'lon vështije. Besom se ma herë ka me dalë. Si t'ken thonë të shpia vjetër, shkoni të shpia vjetër. Mos e kundërshto baban, se unë mendoj shumë ma larkë se ti që ka jeme. Ani bab, mas I pëthu që ashtu te, që ashtu pelojnë. Qa ashtu me baban? Hajtë shko që të shkri pun të shpisti. Qa më kështë e thirë, bab? Hajde, nësru, hëllu. Po thera, thash, mos t'ka marrë malli për babën, për nanën, për vllavin. E mendova, thash, po t'i thermi për drek. Shka po thua, a ban? Po bab, malli më ka marrë, po qështë I kena remet? E po du me therë në drek, ta hajë një drek të mirë. Ta shofin ku jetu e, qish jetu. Ani bab, qështë të shte? Unë nesër me sabah ka me gatu. E, maj gru, kjo boba jam ka vendos mi thirë familjen tonë për drek, edhe me hongër drek këtu të shpia vjetër. Edhe me na ndo, me na lanë neve këtu në shpit vjetër, e ato me hecë, më shku të shpia rej. Po, u kam vje keq, ko me na korit edhe me babën tënë, edhe ma keq që kom I mërzit edhe ata. Baba jam ka thënë një fjallë të madhe, edhe u zotu që nuk më le me hek, asë së më kalon me hek. Unë I besoj babës tem, edhe du m'ja ngu fjallën, mos me korit. E na pe bëjmë tonën, mos me korit, baba jam e den që na kena me najtë këtu. Baba më ka thonë re rahat e mos më koret, e unë nuk du me koritën. Po e masi ko ka puna kështu, atëre ngojmë babën tanë, se kjo jemi ko që mu ka sprap dishka, dhe po mdo këtë do me na provu zoti. Po bojmë sabër, dorojmë pak e shovim shka bojmë vakide I nesër, veç tu kisha lut, mas ma në këtëna. Po, mirë që do lëm gratë. E na, burat, ti bojmë do muhabete. Pa I, mas I fëmija u banë bashk, e muhabeti po ju shkon mirë, që ishta një zemra e mendja lirisht thuje. Edhe njerë, për hajrë na koft me qasia e na shkoft mirë muhabeti. Faleminderit, për hajrë edhe juve. Na, mësos, adetët I kemi pak më ndryshe, po pi zakoneve dhe adetëve tona nuk lujmë. Une e kam bon një rënë shpije, e nuk po du me një pi halve, ma mirë une po të thamë. Po, për hajrë edhe me herë mek.
Atë shka shef tullës e të hajrit për shpion tone, atë edhe bane. E po, ndoshta me thonë, me ta përmen atë punën e hakit. Mu e me thonë drejtën pa të ranu, po nuk deshta me bat madhe mos me prish. Une Salipe ti o mësus, unë e dvash. E di, Mik, e di, po që besa edhe ti pak më ranove mu. Se unë nas nërmen nuk e kam pas me lip hak për qikën tema. Se unë ta respektova zakonin e që besa edhe të kam nerue. Qashtu, Mik. Po, unë e dhash qash Salipe. Edhe menoj se i dola hakit, edhe vajzës tone, edhe djalit tembile. Për vajzën pagova Salipe. E për djalin, ja pruna nusën që e ka dasht. A po, birë. Qashtu po. Vaj besa mirë ke ba. Mas i trit kanë ma bet, besoj që edhe na kena ma bet. Unë ka vendos me ndat djemët. Djalit madh me jalon shtëpinë e re, kurse të voglit shtëpinë e vjetër. Një me shtëpia është e vjetër, masi djali e ka gjetë qikën e mësusit. Sigurisht, qika dhe djali ja bojnë qarën dyqish, dhanë të mësusi ma. Besa mire kemi nuket. Ai mas janë pasonia jote, që është donë edhe e danë. Qashtu. Kuj na donë, qka donë i lenë. E masi që ka jeme e ka begenis djalin tanë, besoj që qatë që i e kanë, qa jo i mjefton. Une do është ta me thonë edhe diçka. Po s'fari, si të ketë mundësi me ma thirë qikën që të notë. Pse jo, Mik? Që të renusëm? Pa i masi pas e vendosë është me dojtë shpijen, si të një të ratë që ka jeme që shpijen e vjetër, ratë jo me dhone. Po djallë, që është. Thira këtu në bia babës, për me të kalëzu dishka. Vjerri jotë kish vendos me jënda. E shpinë e vjetër me avlan juve. Ti bi me gjitha ta, njanin veshë, njanin si, kime majtë ka shpija re. Se këto janë prende buritan, e dush me i ndëru dhe me respektu. Edhe pse nuk jetoni bashkë. Nuk gudzon me më korit. Po, bab, qashtu të shumë ki edukua, qashtu ka me ta zborë ftyrën. Ti, Mik, mos më mërzit. As për djalin tanë, as për qikën teme. Me qati dare që e kije, edhe ndamje në ki ba mirë. Po, na fakën e ka çdo kush. As nuk mundet me ja dhonë, as nuk mundet me ja marë. Une kam vendos diçka për qikën temë. Kofte e hajrit o Mik. Baba për qikën. Sa thash gjallë, mundohet me ba. Ato 200 grosh që me pa të dhonë për nderin e qikës temë,
kam vendos me adhanë qikës teme. E me këtë vendim, ja shef hajrin edhe djaliot. Që ato 200 grosh. Unë e kam vendos me adhanë qikës tem, këto ne të ndreqin një shpi 3. Dishka anësh, shka do t'jo jesin, ne të regullojnë në atë shpi, e ne t'jetojnë qysha ma mirë. A bre mik, apet dole ma i zoti se une, apet në korite. Bile kësa jere, dole edhe ma i mirë në sytë të djallit tem. Nga i nati i parë, kromshtine me pagujt difish, ma shumë se nderi i vajzave të mija. E thash, ti mësus ma ktheve dhe notën teme, bile më zorë me ftyrë, se unë nga i nati ju akmora djallit tem, e ti e pështove edhe djallin tem, edhe qikën tone. Moj qik, ti me të vërtet pas ke pas babë. Mësusi pas ka mendu ma shumë se une. O mik, po ma ban halal. Se ma ke dhorë një mësim, gjithë jetën s'ka me arru. Mësus.